Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad, wa ala ahlihi tayyibin tahirin, wa sahbihi al-muntajabin, wa ala jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithëmshirshmit më shpëtohet. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. Profeti Muhammad, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ecim nëpër këtë botë me zemrën të lidhur me Allahun. Ai nuk na premtoi një jetë pas prova, por na tregoi se si duhet të sillemi kur provat na vijnë. Ai nuk na premtoi se gjithmonë do ta shohim rrugën, por na mësoi të besojmë Allahut që e di rrugën tonë. Profeti nuk na premtoi se njerëzit gjithmonë do të jenë me ne, por na mësoi se nëse Allahu është me ne, nuk jemi kur vetëm. Dhe ndoshta, pikërisht këtu qëndron mesazhi më i bukur që duhet ta marrim me vete në këtë Rabiul Awal, është se të mos kemi frikë nga rruga dhe ecja vetëm, sepse nuk e di se ku përfundon. Nëse je duke ecur drejt Allahut, çdo hap i sinqert ka vlerë. Sepse profeti Muhammad, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, nuk na mësoi vetëm se si të jetojmë. Ai na mësoi dhe për kë duhet të jetojmë. Ai eci me Allahun në ditët e vështira dhe me Allahun eci dhe në ditët e fitores. Eci kur ishte i vetëm dhe eci kur miliona njerëz ishin rreth tij. Eci në përdhimbje, por nuk e humbi shpresën. Eci në errësirë, por zemra e tij ishte mbushur me dritën hyjnore. Prandaj, në këtë muaj të bekuar, në muajin Rabiul Awal, le ta kujtojmë profetin jo vetëm me gjuhën tonë, por edhe me zemrën e veprat tona. Le të përpiqemi të ecim në gjurmët e tij dhe le ta forcojmë lidhjen tonë me Allahun e madhëruar, të mësojmë të durojmë, të falim, të shpresojmë dhe të besojmë tek Zoti i gjithësisë, sepse kjo është rruga që na la pas profeti i dashur, profeti Muhammad, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ta dhe mbi familjen e tij. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju ftoja të ndiqnim së bashku ajetet 33 deri në ajetin 38 të surës Zumar për ditën e sotme. Me emrin e Allahut të gjithëmshirshmit, më shpëlotet. Ata që e shpallin të vërtetën dhe që i besojnë asaj, pikërisht ata janë të përkushtuarit që i friksohen Zotit. Ata do të kenë çfarë të dëshirojnë te Zoti i tyre. Ky është shpërblimi për punëmirat. Allahu do t'u afal atyre veprat më të këqija që kanë bërë dhe do t'i shpërblej sipas veprave më të mira që kanë bërë. A nuk i mjafton Allahu robit të vet? Ata të friksojnë ty o Muhammad sallallahu alaihi wasallam me zota të tjerë përveç ti. Ato që Allahu e shpje në humbje nuk mund ta udhëzoj kush. Ndërsa ato që e udhëzon Allahu, askush nuk mund ta shpjerë në humbje. A nuk është Allahu i plot fuqishëm dhe i Zoti për të hakmarr? Nëse ti o Muhammad sallallahu alaihi wasallam i pyet ata mekasit pagan se kush i ka krijuar qiejt dhe tokën, me siguri që do të thonë Allahu. Thuaju, si mendoni nëse Allahu dëshiron të më shkaktojë ndonjë dëm, a mund ta largojmë atë idhujt që ju i adhuroni krahas tij? Po, nëse ai për Allahu dëshiron të më mëshirojë, a mund ta pengojnë ata mëshirën e tij, pra idhujt? Thuaju, mua më mjafton Allahu, tek ai le të mbështeten
ata që kërkojnë mbështetje. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ndodhemi në muajin Rabiul Awal, muaj që i përkushtohet Profetit Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga dita e parë e tij deri në ditën e fundit. Ndryshe quhet si muaji i profetit. Çfarë duhet të bëjmë ne në këtë muaj, në muajin Rabiul Awal? Të mësojmë pra si të ecim në hapat e Profetit Muhammad, të përkushtohemi në besimin tonë, të përkushtohemi në durimin dhe në mbështetjen tek Allahu i Madhëruar. Dhe pikërisht për këtë temë do të flas për ditën e sotme. Muaji Rabiul Awal është një prej muajve më të bukur të gjithë vitit, ku në këtë muaj kemi atë momentin për të kujtuar një prej personaliteteve më madhështore që ka njohur njerëzimi, që është Profeti Muhammad, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij. Është një muaj që na rikthen tek jeta, te morali, te sakrificat dhe te mesazhi i atij njeriu të madh, i cili u dërgua nga Allahu për ta nxjerrë njerëzimin nga errësira drejt dritës, nga padituria drejt dijes dhe nga largimi drejt krijuesit dhe drejt njohjes së Allahut të plotfuqishëm. Por, të flasësh për profetin nuk do të thotë vetëm të kujtosh lindjen e tij, mrekullitë e tij apo ngjarjet e mëdha të historisë. Të flasësh për profetin do të thotë të hysh në thellësinë e karakterit të tij dhe të kuptosh se çfarë e bëri atë të qëndronte i palëkundur përballë një bote të tërë. Dhe një prej sekreteve më të mëdha të jetës së tij ishte besimi i plotë dhe i palëkundur tek Allahu. Profeti Muhammad, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, nuk eci në një rrugë të shtruar me rehati, por rruga e tij ishte e mbushur me sprova, me kundërshtime, me humbje dhe dhimbje dhe sakrifica të shumta. Ai nuk kishte gjithmonë shumë njerëz pranë vetes, nuk kishte pasuri të pafundme dhe nuk kishte pushtet që ta mbronte nga armiqt që e rrethonin. Megjithatë, Profeti Muhammad, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, vazhdoi të ecte. Po pse? Sepse ai nuk e kishte lidhur zemrën e tij me këtë botë. Nuk e shihte zemrën e tij pra të përulej një krijese të kësaj bote. Ai kishte lidhur zemrën e tij me Allahun dhe ai e dinte se njeriu mund të humbas pasurinë, miqt, të dashurit e tij, pushtetin dhe sigurinë dhe pozitën që ndodhet, por nëse nuk humbet lidhjen me Allahun, atëherë nuk ka humbur gjën më të rëndësishme. Kjo është ndoshta një prej mësimeve më të mëdha që na jep jeta e këtij të dërguari. Nuk është e nevojshme ta shohësh të gjithë rrugën përpara, nëse i beson atij që e udhëheq këtë rrugë. Ne shpesh duam të dimë se çfarë do të ndodh nesër. Duam të dimë nëse do të kemi sukses. Duam të dimë nëse njerëzit do të na mbështesin dhe një kurreshtje e madhe na krijohet për të ditur nëse vështirësitë do të përfundojnë një ditë. Për profetin na mësoi të ecim edhe atëherë kur nuk e shohim fundin e rrugës, sepse besimtari nuk mbështetet vetëm tek ajo që sheh, por ai mbështetet tek Allahu, i cili sheh atë që ne nuk e shohim. Para se shpallja ta kthente jetën e tij në mision, Profeti Muhammad, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ishte një njeri i njohur për pastërtinë e shpirtit, të karakterit dhe ndershmërinë dhe besnikërinë që ai mbante. Në një shoqëri ku shumë prej vlerave ishin përmbysur, ky profet ruajti pastërtinë e shpirtit të tij. Ai nuk u tërhoq nga rruga e njerëzve që e rrethonin dhe nuk e kërkoi madhështinë në pasuri apo në pushtet e pozitë të lartë, sepse zemra e tij kërkonte të vërtetën. Për këtë arsye, ai tërhiqej në shpellën Hira, larg zhurmës dhe kaosit të Mekës. Aty, në vetmi, larg syve të njerëzve, zemra e tij ishte e drejtuar nga Allahu dhe pikërisht aty erdhi momenti që ndryshoi të gjithë historinë njerëzore. Allahu zbret ajetin e parë të surës Ala, u thot: Iqra bismi rabbikal a'la, alladhi khalaqa fasawwa. Lexo në emrin e Zotit tënd, i cili krijoi. Fjalët e para të shpalljes janë shumë domethënëse. Në emër të Zotit, sikur që në fillim të misionit të tij të njerëzimit, jepej një mësim i madh, që
Çdo rrugë që ka vlerë duhet të fillojë me emrin e Zotit të gjithësisë. Çdo punë, çdo përpjekje, çdo sakrificë dhe çdo hap duhet të ketë një drejtim. Kështu ishte jeta e këtij të dërguari. Ai nuk jetoi për famë, nuk jetoi për pasuri dhe nuk jetoi për pushtet, por ai jetoi për Allahun dhe për të forcuar besimin e tij në Zotin një dhe të vetëm. Kurani e shpreh këtë realitet me fjalët: Bismillahirrahmanirrahim. Thuaj, në të vërtetë, namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë për Allahun, Zotin e botëve. Ajeti 162 i surës An'am. Kjo nuk ishte thjesht një deklarat që profeti ua mësoi njerëzve. Ishte jeta e tij që ishte përkushtuar për Allahun dhe misioni i tij ishte për Zotin një dhe të vetëm. Por kur filloi ta shpallte mesazhin, ai nuk u prit me mirëkuptim. Përkundrazi, sa më shumë që ai thërriste njerëzit drejt Allahut, aq më i madh bëhej kundërshtimi ndaj fjalës së tij. U tallën me të, e përgënjeshtruan, e kërcënuan dhe u përpoqën ta lëndonin atë me çdo mënyrë të mundshme. Besimtarët e parë u përballën me vuajtje të mëdha dhe familja e profetit përjetoi shumë ditë të vështira. Por megjithatë, asnjëri nga besimtarët dhe sidomos profeti Muhammed nuk hodhi një hap pas dhe nuk u tërhoq kursesi. Këtu shfaqet dhe madhështia e besimit të tij. Besimi i vërtet nuk provohet kur gjithçka është e lehtë. Besimi provohet kur rruga bëhet e vështirë dhe njeriu përsëri zgjedh të vazhdojë. Profeti nuk e mati të vërtetën me numrin e njerëzve që e ndiqnin. Edhe nëse shumë njerëz e refuzonin, e vërteta mbetej e vërtetë. Sepse ai nuk e kishte vendosur besimin e tij mbi njerëzit, por e kishte vendosur mbi Allahun e lartësuar. Allahu thot: "Dhe kush mbështetet tek Allahu, ai i mjafton atij." Ajeti 3 i surës Talaq. Dhe kjo është ajo që quajmë tawakkul, pra mbështetje e plot tek Allahu i plotfuqishëm. Por mbështetja tek Allahu nuk do të thotë të rish pa vepruar dhe të presim që Zoti ta bëjë mirë. Por duhet të mundohesh të zgjidhesh vetvetiu për të mbështetur tek Allahu që atë rrugë që ti zgjedh për të kryer një punë, pra Allahu ta bëjë risk për më të mirë për ty. Profeti punonte, planifikonte, merrte masa, këshillohej dhe përpiqej, por zemra e tij nuk varet nga shkaqet. Ai përdorte shkaqet, ndërsa rezultatin ja besonte Allahut. Një nga momentet më të bukura që e tregon këtë besim është hijreti. Profeti Muhammed u detyruar të largohej nga qyteti i tij lindjes nga Mekka. Pas tij ishin shumë njerëz që e kërkonin, ndërsa përpara tij ishte një rrugë e panjohur. Ai u strehua në shpellë dhe rreziku ishte shumë pranë tij. Në atë moment kur gjithçka dukej e frikshme, ai tha: "Mos u pikëllo, me të vërtetë Allahu është me ne." Ajeti 40 i surës Tauba. Sa madhështore janë këto fjalë. Pra, profeti në ato momente nuk tha: "Mos u pikëllo sepse rreziku nuk ekziston." Rreziku ekzistonte, por ai përsëri nuk tha: "Mos u pikëllo sepse jemi më të fortë se ata." Sepse në ato momente ato nuk ishin më të fortë se njerëzit që kishin ardhur pas profetit. Por çfarë tha profeti? Mos u pikëllo, me të vërtet Allahu është me ne. Kjo është zemra e besimit. Mund të mos dish se çfarë do të ndodh pas disa momentesh, por e di se Allahu është me ty. Mund të mos e shohësh rrugën, por e di se Allahu e sheh mirë ata. Mund të ndihesh i dobët, por e di se Allahu është i plotfuqishëm. Kjo është ajo që profeti na mëson edhe sot. Kur jemi në vështirësi, shpesh pyesim: pse më ndodh kjo mua? Kur do të përfundoj? Pse Allahu nuk po më ndihmon? Por jeta e profetit na mëson të bëjmë një pyetje tjetër. Apo i besoj Allahut edhe në këtë moment? Sepse sprova të nderuar dëgjues dhe shikues, nuk do të thotë domosdoshmërisht se Allahu të ka braktisur. Përkundrazi, sprova është pikërisht ajo që e forcon lidhjen e njeriut me Zotin e tij. Kurani na kujton: vërtet me vështirësinë vjen lehtësimi. Vërtet me vështirësinë vjen lehtësimi. Ajeti 5 dhe 6 i surës Inshirah. Pra profeti e jetoi këtë ajet. Ai i njohu vështirësinë, por nuk e humbi shpresën. Ai njohu humbjen, por nuk e humbi besimin. Njohu vetmin, por nuk u ndjej i vetmuar dhe i braktisur, dhe njohu kundërshtimin, por nuk e braktisi misionin e tij.
Dhe ndoshta një prej mësimeve më të bukura të jetës së tij është se besimi nuk do të thotë që njeriu nuk ndjen dhimbje. Sepse në fund të fundit profeti njeri ishte, si unë dhe ti, ai qau, u pikollua, përjetoi humbje dhe dhimbje të mëdha, por dhimbja kurse si nuk e largoi nga Allahu, por e fuqizoi më shumë atë për të mbështetur tek Allahu, për të shtuar më shumë besimin tek Zoti një dhe i vetëm. Profeti ishte gjithashtu një njeri i jashtëzakonshëm i shpresës. Ai nuk i mësoi njerëzit të dëshpëroheshin nga gabimet e tyre, por t'i ktheheshin Allahut. Dhe ai nuk i mësoi njerëzit të mendonin se dera e mëshirës ishte mbyllur përfundimisht për to, por u tregoi se ajo është e hapur në çdo moment që ato kërkojnë. Allahu thot: mos e humbni shpresën në mëshirën e Allahut. Ajeti 53 i surës Zumar. Sa shumë na duhet ky mesazh ne në ditët e sotme. Sa njerëz mendojnë se janë larguar aq shumë nga Allahu, sa nuk mund të kthehen më tek ai. Sa njerëz janë lodhur nga sprovat dhe kanë humbur shpresën. Sa njerëz kanë bërë gabime dhe mendojnë se nuk ka më rrugtim pas. Por mesazhi që solli profeti është i qartë. Mos u dëshpëro nga Allahu, kthehu gjithmonë tek ai, edhe nëse ke rënë, ai të ngre. Edhe nëse je i larguar, kthehu tek Allahu. Edhe nëse rruga është e vështirë, vazhdoje dhe mos e lë misionin tënd. Kur e shohim të gjithë jetën e profetit, nga shpilla Hira e deri te hijreti, nga ditët e vështira të Mekës e deri te fitoria e tij, shohim një fill të pandërprer, të cilat janë besimi tek Allahu, durimi në vështirësi dhe mbështetja tek Zoti një dhe i vetëm. Kurse si nuk u bë arrogant, kur njerëzit filluan ta ndiqnin, nuk e përdori fitoren për hakmarrje. Përkundrazi, tregoi mëshirë dhe falje dhe me armiqtë e tij. Prandaj të dashur vëllezër dhe motra, dashuria për profetin nuk duhet të mbetet vetëm në fjalë. Nëse e duam atë, duhet të shohim se çfarë na mësoi. Ai na mësoi të besojmë tek Allahu, të durojmë, të falim, të jemi të mëshirshëm dhe të mos e humbasim shpresën. Ai na mësoi se madhështia e njeriut nuk matet me pasurinë që ka, me pozitën që mban, apo me numrin e njerëzve që e rrethojnë, sepse madhështia e vërtet qëndron në lidhjen e zemrës me Zotin një dhe të vetëm. Prandaj, muaji Rabiul Awwal nuk duhet të jetë vetëm një muaj ku kujtojmë lindjen e profetit, por duhet të jetë një muaj ku pyesim veten se sa prej rrugës së tij kemi sjell në jetën tonë. A kemi mësuar ne të besojmë në Zotin një dhe të vetëm dhe të mbështetemi vetëm tek ai? A kemi mësuar të durojmë kur sprovohemi? A kemi mësuar të falim kur na bëhet padrejtësi? A kemi mësuar të shpresojmë kur duket sikur të gjitha dyert janë mbyllur? Një rrugë ku mund të jesh i dobët, por të mos dorëzohesh, mund të jesh i vetëm, por të mos ndihesh i braktisur, mund të mos e shohësh fundin e rrugës, por të vazhdosh të ecësh, sepse e di se Allahu është gjithmonë me ty. Prandaj të dashur vëllezër dhe motra, të mbështetemi tek Allahu i madhëruar, sepse është rruga e vetme e shpëtimit tonë si në këtë botë dhe në botën tjetër. Nëse duam të fitojmë kënaqësinë e Allahut, të ndjekim hapat e të dërguarit të tij. Familjes së tij të pastër dhe të mos shkëputemi nga kjo rrugë derisa të kemi frymë në këtë jetë, sepse rruga e profetit është rruga e Allahut të plotfuqishëm. Në këto momente të nderuar dëgjues dhe shikues, duke ju lënë mbrojtjen dhe ndihmën e Allahut xhaleshanhu, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begati të Allahut qëndrojë.